Kampionati në ligën e parë të volejbollit në kategorinë e meshkujve vazhdon të shtunën me ndeshjet e Xhiros së 18, si në fazën e play-off, ashtu edhe në atë të play-out. Sa i përket renditjes në fazën e play-out, UGD Shtipi tani më ka të sigurt pozitën e parë pas fitores kundër Shtrumicës dhe ndeshja e nesërme me Rabotničkin me fitore eventuale do ta avullos pozitën e liderit. Klubi volejbollit Universiteti i Tetovës me fitoren kundër Borecit në Velez pothuajse e ka të sigurt pozitën e katërt, ndaj edhe ndeshja e nesërme dhe fitoria eventuale kundër Shkëndijës do ta vërtetonte këtë pozitë. Ndërsa ekipi i Shkëndijës pas disfatës me Rabotničkin në Tetov humbi gjasat për të qenë në mesin e 4 skuadrave që do të garantojnë për titullin kampion. Ndeshja Universiteti i Tetovës Shkëndija zhvillohet në sallën e sportit të UT-s nesër me fillim në ora 20:30. Në ndeshjen e tretë të fazës së play-off takohen Strumica dhe Boreci. Në ndeshjet e fazës së play-out nesër takohen Janta Volej Liria, Vesna Probishtip Makedonia Gjio dhe Susheva Skopje.